Alba fillon ta këndoj ngadalë, pothuajse me zë që dridhet, jo për të bërë zhurmë, por për t'i folur vetëm atij. Zëri i saj është i ulët, i butë, sikur çdo fjalë të jetë lutje, plotëso ma dëshirën për të folë me mu, do vish pak sipër, që të mos na shohin të tjerët. Ajo nuk po këndon thjesht një këngë. Po thot atë që nuk po arrin ta thot drejt për drejt. Po i kërkon hapësirë, po i kërkon privatësi, po i kërkon një moment ku të jenë vetëm dy njerëz, jo dy palë sy që i shohin, jo zëra të tjerë që dëgjojnë, limi e ndjen. E kupton që kjo nuk është lojë, as teatër. Ai afrohet pak më shumë dhe i flet me zë të ulët. Pothuajse në vesh, eja pak sipër. Te kati i dytë. Te krevati im. Alba, të lutem, më dëgjo mua. Nuk dua ta dëgjojnë njerëzit. Nuk është urdhër. Është kërkesë. Është frikë që po i del nga zëri. Frikë se, po të dëgjojnë të tjerët, gjithçka do deformohet, do keq kuptohet, do humbas ndjeshmërinë që po përpiqet të ruaj. Kur Alba afrohet, ai e puth në ballë. Jo në buzë. Jo për pasion. Në ballë. Si për t'i thënë, të respektoj. Të shoh. Të mbaj. Limi flet i pari, sepse e ndjen që Alba po mban shumë brenda, dua ta dish diçka, i thot ngadalë. Kur jam shpreh për ty, nuk jam shpreh për me të lavdëru. Jam shpreh sepse të dua. Kjo fjali nuk ka nevojë për zë të lartë. Ka peshë vetë. Alba e dëgjon dhe për një moment nuk flet. Sepse kur dikush të thotë të dua pa zbukurime, pa publik, pa mbrojtje, ajo të bie drejt në kraharor. Ajo merr frym thellë dhe i përgjigjet, e di. Por ndonjëherë nuk e di nëse po e kupton sa shumë më trondit kjo situatë. Sepse dashuria nuk është vetëm fjalë. Është edhe mënyra si më mban, si më lë të flas, si më lejon të jem ajo që jam pa frikë. Limi e shikon drejt në sy dhe e pyet me zë serioz, pothuajse i pambrojtur, çfarë mendon ti se mendoj unë për ty? Kjo pyetje e ndalon Albën. Sepse ajo e kupton që nuk po e pyet për krenari. Po e pyet për pasiguri. Po e pyet sepse ndoshta mendon se ajo beson që ai e sheh si diçka më pak, si diçka të përkohshme, si dikë që nuk e kupton. Alba i afrohet pak më shumë dhe flet pa nxitim, mendoj që ti më sheh si dikë që të trazon. Si dikë që të nxjerr nga rehatia. Si dikë që të bën të mendosh më shumë se çdo dhe ndonjëherë kam frikë se kjo të lodh. Limi tund kokën lehtë, jo. Më trazon, po. Por nuk më lodh. Më bën të ndjej. Dhe kjo është arsyeja pse ndonjëherë jam i hutuar. Sepse nuk jam mësuar me dikë që më sheh kaq thellë. Heshtje. Një heshtje që nuk është e rënë, por e mbushur. Ata janë afër, por jo të kapur fort. Si dy njerëz që po përpiqen të kuptojnë nëse janë në të njëjtën anë, Alba flet përsëri, më qet, unë nuk po kërkoj premtime. Po kërkoj sinqeritet. Po kërkoj që kur të më thuash të dua, ta ndjej edhe në mënyrën si më mbron nga shurma e botës, jo vetëm në fjalë. Limi e puth sërish në ballë, më gjatë kësaj here, prandaj desha të flasim vetëm. Pa njerëz. Pa zëra. Pa sy mbi ne. Sepse ajo që kam për ty nuk ka nevojë për dëshmitar. Dhe aty, në atë kat të dytë, në atë krevat, jo si vend fizik, por si hapësirë emocionale, ata nuk zgjidhin gjithçka. Por ndalojnë së ikuri. Dhe kjo, për momentin, mjafton.